Përshëndetje të nderuar teleshikues, ja ku takuam sërish në këtë edicion informativ ku në vim ju ftoj që të ndiqni informacionet e përgatitura. Në Tiranë është mbajtur protesta e 30 radhazi kundër qeverisë, organizuar fillimisht në sheshin Skënderbej dhe më pas e shoqëruar me një marshim drejt kryeministrisë. Organizatorët u bën thirrje qytetarëve nga të gjitha zonat e Shqipërisë dhe diasporës t'i bashkoheshin tubimet. Kërkesa kryesore e protestuesve vijon të mbetet dorëheqja e kryeministrit Edi Rama. Në Tiranë është mbyllur protesta e 30 kundër qeverisë, e cila u zhvillua mbrëmjen e sotme me pjesëmarrjen e protestuesve nga qytete të ndryshme të vendit. Tubimi nisi në orën 17 në sheshin Skënderbej, ku qytetarët u grumbulluan me thirrje dhe pankarta kundër qeverisë. Më pas, protesta vijoi me marshim drejt godinës së kryeministrisë, ku pjesëmarrësit u ndaluan për të artikuluar kërkesat e tyre. Organizatorët i kanë bërë edhe më herët thirrje qytetarëve nga gjithë Shqipëria, si dhe shqiptarëve të diasporës, si të bashkohen protestës, të cilën e cilësojnë si pjesë e një serie demonstratash të vazhdueshme. Kërkesa kryesore e protestuesve mbetet dorëheqja e kryeministrit Edi Rama. Ata kanë deklaruar se tubimet do të vijojnë deri në përmbushjen e kësaj kërkese, duke konsideruar këtë protestë si një tjetër hap në vimësinë e lëvizjes së tyre. Kryeministri Edi Rama ka inspektuar ambientet e reja në Spitalin Mbretëresha Geraldin që përfaqësojnë fazën e parë të një investimi më të gjerë në këtë institucion shëndetësor. Ai vlerësoi ndryshimet e realizuara në sistemin shëndetësor duke nënvizuar zgjerimin e shërbimeve dhe përmirësimin e kushteve në spitale. Rama u ndal gjithashtu te rritja e pagave për personelin mjekësor dhe vlerësimin që meriton puna e tyre. Në Spitalin Mbretëresha Geraldin janë hapur sot dyert e një godine të re, e cila shënon fazën e parë të një investimi që do të përfshijë edhe rehabilitimin e godinës ekzistuese. Gjatë inspektimit, kryeministri Edi Rama u ndal te ndryshimet që sipas tij pasur sistemi shëndetësor ndër vite, duke cilësuar transformimin si të dukshëm për çdo qytetar që dëshiron ta shohë. Transformimi i shëndetësisë është në sy të gjithë atyre që duan të shohin, por shëndetësia është në të njëjtën kohë edhe në gojet e të gjitha atyre që nuk duan të shohin. Sot në sistemin tonë shëndetësor kemi shumë çka për të numëruar, por nuk kemi shumë nga ato probleme që kishim, jo larg po një dekadë më parë. Kryeministri vlerësoi gjithashtu punën e mjekëve dhe infermierëve, duke shprehur se ata përballen shpesh me kritika të pamerituara, ndërsa sipas tij meritojnë respekt dhe vlerësim të vazhdueshëm. Është një volum i jashtëzakonshëm shërbimi, i cili flet për faktin që mjekët dhe infermierët në Shqipëri i shërbejnë publikut, i shërbejnë qytetarëve, i shërbejnë njerëzve që kanë nevojë për ta me dinjitet, dhe çdo gjë tjetër që ndodh fatkeqësisht në sistem dhe që i bie ndesh gjithë shumicës dërmuese të bluzave të bardha nuk e ndyn dot pastërtinë e këtyre bluzave. Dhe natyrisht është pjesë e objektivit për ta bërë dhe më të mirë sistemin, për ta pastruar tërësisht nga çdo lloj kanali ku vjen llumi i rushfetit. Nuk e ndyn dot pastërtinë e këtyre bluzave. Dhe natyrisht është pjesë e objektivit për ta bërë dhe më të mirë sistemin, për ta pastruar tërësisht nga çdo lloj kanali ku vjen llumi i rushfetit. Në fund të fjalës së tij, Rama përmendi dhe rritjen e pagave në sektorin e shëndetësisë, duke premtuar se kjo praktik do të vijojë edhe në të ardhmen si pjesë e mbështetjes për personelin mjekësor në vend. I kemi rritur shumë ndjeshëm, por dua që të jeni të bindura se këtu shumica janë gra për fat mirë, por edhe burrat mundësisht të jeni të bindur, po dhe po nuk u bindet rresi ka të binden gratë. E dini formulën time se po u binden gratë edhe burrat duka ngu shkojnë pastaj, që ne do të vazhdojmë të rrisim pagat, ne do vazhdojmë të kujdesemi për mirëqenien e familjeve tuaja. Kryeministri Edi Rama ka reaguar me tone të forta ndaj një qytetari që ka mbajtur fjalim në protestat e Tiranës, duke publikuar në rrjetet sociale të dhëna që ai cilëson si sketë kriminale. Sipas Ramës, personi në fjalë është Edviol Kulluri, ndaj të cilit sipas tij ekzistojnë disa procedime penale ndër vite. Në postimin e tij, kryeministri e lidhi figurën e Kullurit me organizatorët e protestës, duke përdorur edhe nota ironike.
Kryeministri Edi Rama ka reaguar ashpër në Facebook ndaj një prej pjesëmarrësve në protestë që po zhvillohen në Tiranë, duke publikuar atë që e cilësoi si sket kriminale të qytetarit Edviol Kulluri. Në postimin e tij, Rama rënditi 8 procedime penale që sipas tij i atribuohen Kullurit për gjatë periudhës 2014-2022, duke përfshirë vepra të ndryshme penale. Sipas listës së publikuar nga kryeministri, bëhet fjalë për raste që përfshin rrajë në grup, vjedhje energjie, kanosje, plagosje të lehta dhe dhunë familje. Ndërkohë, Rama e shoqëron postimin me ironi politike, duke cilësuar Kullurin si një prej flamurtarëve të protestës së bulevardit dhe duke komentuar përmes metaforave politike organizimin e saj. 2014 rraje në bashkëpunim, 2016 vjedhje energjie, 2016 rraje ndaj një shtetaseje, 2017 rraje në grup, 2019 pjesëmarrje në protestat palishme, pengimi i qarkullimit dhe IMT Vlorë, 2020 kanosje dhe plagosje e lehtë Vlorë, 2021 kanosje ndaj një shtetaseje Vlorë, 2022 dhunë familje ndaj Xhaxhait Vlorë. Kulluri është përmendur më herët si artuesi një platforme për kuvend kombëtar, ndërsa në diskutime është folur edhe për një variantë më të zgjeruar të kësaj nisme me pjesëmarrje nga diaspora. Kritereve të përzgjedhjes për këtë strukturë ende nuk janë bërë publike me detaje të plota. Partia Socialiste cilëson të papranueshme që Partia Demokratike të pretendojë se përfaqëson protestuesit, ndërsa ruan të njëjtin qëndrim për protestën që ka hyrë në ditën e saj të 30. Kryetari i grupit parlamentar socialist Auland Balla pranoi se disa nga kërkesat e protestuesve janë të ligjshme, por këmbënguli se opozita nuk mund të shërbejë si ndërmjetëse mes tyre dhe mazhorancës. Qëndrimi i Partisë Socialiste ndaj protestës që ka hyrë në ditën e 30 mbetet i pandryshuar. Socialistët vijojnë të pretendojnë se protesta është nxitur edhe nga interesat të shteteve armiqësore ndaj Shqipërisë dhe nga konkurenca në sektorin e turizmit, por njëkohësisht pranojnë se një pjesë e shqetësimeve të ngritura nga protestuesit janë të drejta. Pas mbledhjes së grupit parlamentar, kreu i grupit socialist Auland Balla përjashtoi çdo mundësi që Partia Demokratike të shërbejë si ndërmjetës mes protestuesve dhe mazhorancës. Pas ti, kërkesa e demokratëve për mocion me debat në kuvend, bazuar në kërkesat e protestës, nuk mund pranohen. Mbi disa, siç janë formuluar, pra disa kërkesa nga grupi parlamentar i Partisë Demokratike të lexuara nga protesta, e kam thënë dhe duhet ta rishpreh, as nuk e pranoj dhe as nuk e njoh Partinë e Saliut interlokutor mes nesh dhe protestuesve. Dhe ndërkohë pozicionin tim personal që nga dita e parë që kur e fryn këtë tullumbace që pothuajse ka plasur tani më, duket qartë që janë interesa që lidheshin me konkurrencë rajonale turistike, me interferencat huaja të vendeve jo miqësore me Shqipërinë dhe dita ditës kjo histori po zbardhet, ky tullumbac po shfryhet, i plasur tani më në sytë të gjithë qytetarëve shqiptar. Një mesazh të fortë Balla adresoi dhe ndaj deputetes Mariana Koçeku, e cila pak ditë më parë u largua publikisht nga grupi parlamentar socialist. Ai deklaroi se mandati i saj është marrë fal Partisë Socialiste dhe sipas tij largimi nga grupi duhet të shoqërohet edhe me dorëheqjen nga mandati i deputetes. Ata që e kanë zgjedhur dhe duhet ju them, personin fjalë e ka zgjedhur Partia Socialiste e Shqipërisë. Të dorëzoj mandatin Partisë Socialiste e Shqipërisë, se ja ka dhënë Partia Socialiste e Shqipërisë, nuk është një person i votuar drejt për drejti dhe kur të votohet drejt për drejti ka drejt dhe të përdorë. Mbledhja e grupit parlamentar socialist u zhvillua me dyer të mbyllura dhe në të mori pjesë edhe kryeministri Edi Rama. Partia Demokratike ka bërë thirrje SPAK-u të zbatojë të njëjtin standard ligjor që sipas saj është ndjekur edhe në raste të tjera. Kreu i grupit parlamentar demokrat Gazmend Bardhi deklaroi se pozita penale e ish kryeministres Belinda Balluku është deklaruar dhe se kjo çështje shërben një test të rëndësishëm për besueshmërinë e drejtësisë. Sipas tij, çdo devijim nga standardet e mëparshme do të krijonte dyshime për trajtim të pabarabartë. Partia Demokratike kërkon nga prokuroria e posaçme që të veprojë ndaj ish zëvendës kryeministres Belinda Balluku, duke zbatuar të njëjtën standard që sipas saj u aplikua në dhjetor të vitit kaluar me kërkesë për heqjen e imunitetit dhe arrestimin e saj. Kreu i grupit parlamentar demokrat Gazmend Bardhi deklaroi se sipas opozitës, pozita e Ballukut është rënduar dhe se tashmë ekzistojnë rrethana që kërkojnë veprim nga organi akuzës.
Testi është vendimtar, sepse pozita penale e ish zëvendës kryeministres është rënduar sipas vetë njoftimit publik të datës 4 qershor të prokurisë posaçme me dyshimin për kryerjen e 2 veprave të reja penale, korrupsion pasiv dhe pastrim parash. Kur rëndohet pozita penale, duhet të rëndohet edhe masa e sigurimit. Kush po e pengon prokurinë e posaçme të zbatojë ligjin, ku ligji dikton se me rëndimin e pozitës penale duhet të rëndohet edhe masa e sigurimit. Bardhi ngriti gjithashtu dyshime se SPAK mund të jetë duke përdorur standarde të ndryshme në trajtimin e çështjes së Ballukut, duke theksuar se drejtësia duhet të jetë e barabartë për të gjithë dhe të mos bëjë dallime në zbatim të ligjit. Pse jemi përpara një standardi të dyfish? Sepse në dhjetor, prokuria e posaçme kërkoi heqjen e imunitetit për arrestimin e Belinda Ballukut, duke u mbështetur në një standard që sot nuk po e zbaton. A ka ndërhyrë Edi Rama te drejtuesi i ri i prokurisë posaçme për të shtyrë të paktën deri në shtator zbatimin e ligjit dhe të njëjtit standard për çështjen e Belinda Ballukut. Sipas kreut të grupit parlamentar të Partisë Demokratike, mënyra se si do trajtohet kjo çështje do të shërbesi një test për besueshmërinë dhe pavarësinë e organeve të drejtësisë në Shqipëri. Ai theksoi se qytetarët presin që ligji të zbatohet në të njëjtin standard për çdo zyrtar, pavarësisht funksionit apo përkatësisë politike. Ambasadori i Bashkimit Evropian në Shqipëri, Silvio Gonzato, u shpreh se arritja e standardeve evropiane nuk varet vetëm nga miratimi i ligjeve, por edhe nga zbatimi i tyre dhe vendimarrja e sistemit të drejtësisë. Gjatë një konference me magjistratët e rinj, ai theksoi rëndësinë e rolit të gjyqtarëve dhe prokurorëve në rrugën e integrimit evropian. Në konferencën kombëtare me temë ndërveprimi i drejtësisë me media dhe sfida bashkëkohore, ambasadori i Bashkimit Evropian në Shqipëri, Silvio Gonzato, përcolli mesazhe të drejtpërdrejta për magjistratët e rinj dhe sistemin e drejtësisë në vend. Ai u shpreh se standardet evropiane nuk arrihen vetëm përmes miratimit të ligjeve, por kërkojnë zbatim të tyre në praktik, duke vënë theksin te roli i gjyqtarëve dhe prokurorëve si garant të këtij procesi. Të arrish standardet evropiane nuk bëhet vetëm me ligje, por duhet të jeni ju ata që do të jeni garantorët e zbatimit të ligjit me sjelljen dhe vendimet që do të merrni. Është e rëndësishme të qëndroni mendje hapur dhe kureshtar që të mësoni, të ndani eksperjenca jo vetëm me shqiptarët, por edhe me institucionet evropiane, të cilat në vetvete nuk krijohen vetëm nga ligjet dhe rregulloret. Ata kërkojnë edhe ndryshim kulture dhe mendësie. Ende nuk jam i bindur se ky ndryshim mendësie është arritur, është në dorën tuaj. Gonzato shtoi se ndryshimi i mendësisë mbetet ende një sfidë, duke theksuar se ky proces është në dorën e vetë profesionistëve të drejtësisë. Nga ana tjetër, kryeprokurori Olsian Çela vuri në dukje se sistemi i drejtësisë vijon të përballet me ngarkesë të çështjeve, çka ndikon në funksionimin e tij, por theksoi edhe përpjekjet për rritjen e transparencës dhe komunikimit me publikun. Kjo arrihet edhe me anën e punës së përditshme që gjyqtarëve të prokurorëve, sepse ata ju do të jeni ata që do të merrni masat që ligji të zbatohet, të respektohet. Pra ju po bëheni pjesë e këtij profesioni në një moment tejet kyç për historinë e sistemit të drejtësisë shqiptar. Shumë gjëra kanë ndryshuar gjatë këtyre viteve që prej fillimit të reformës në drejtësi, institucionet janë fuqizuar, tashmë kemi standarde të reja. Dhe, mbi të gjitha, edhe pritshmëria e qytetarëve shqiptar është rritur dhe me të drejtë kjo. Pra, më lejoni të them që institucionet në vetvete. Ndërkohë, drejtori i shkollës së magjistraturës Arben Rakipi vuri theksin të raporti mes drejtësisë dhe medias, duke theksuar se të dyja ka një qëllim të përbashkët, kërkimin e të vërtetës, por me standarde të ndryshme pune. Kryebashkiaku i Tiranës Erjon Velia dhe bashkëshortja e tij Ariola Xoza janë bërë prindër për herë të dytë. Velia u transportua nga paraburgimi i Durrësit drejt maternitetit Koço Gliozheni, pasi përfitoi një leje 48 orëshe të miratuar nga SPAK.
Kryebashkiaku i Tiranës Erion Veliaj dhe bashkëshortja e tij Ajola Xoza kanë mirëpritur në jetë fëmijën e tyre të dytë. Paraditën e së hënës Veliaj u shoqërua nga paraburgimi i Durrësit drejt maternitetit Koço Gliozheni, pasi mori një leje 48 orëshe nga prokuria e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar për të qenë pranë familjes në momentin e lindjes së fëmijës. Çifti janë gjithashtu në prindër të një djali, Kajan, i cili erdhi në jetë në tetor të vitit 2018. Erion Veliaj ndollet në paraburgim që prej shkurtit të vitit 2025 në kuadër të një hetimi të zhvilluar nga SPAK, prokuria e posaçme ka ngritur ndaj tij 13 akuza, mes të cilave korrupsion pasiv, pastrim parash, mosdeklarim pasurie, shpërdorim detyre dhe futje e sendeve të ndaluara në institucionet e vuajtjes së dënimit. Sipas SPAK, pjesa më e madhe e akuzave lidhen me korrupsionin pasiv të pretenduar në 9 raste në marrëdhënie me kompani të ndryshme, të cilat sipas organit akuzës kanë përfunduar leje ndërtimi dhe fonde publike nga Bashkia e Tiranës, ndërsa në këmbim Veliaj dyshohet se ka përfituar shuma monetare dhe pasuritë paluajtshme. Në të njëjtën çështje është në hetim dhe bashkëshortja e tij Ajola Xoza. SPAK e akuzon atë për korrupsion pasiv në 9 raste në lidhje me subjekte tregtare dhe organizata jo fitimprurëse. Ndërkohë hetimet në këtë dosje vijojnë ndërsa autoritetet e drejtësisë pritet të vazhdojnë procedurat ligjore për zbardhjen e plotë të akuzave të ngritura ndaj të dyve. Një 35 vjeçar është plagosur me armë zjarri mes ditën e kësaj të hënë në Pogradec në një ngjarje që dyshohet të ketë lidhje me motive hakmarrjeje. Autori dyshuar u arrestua rreth 1 orë pas sulmit, ndërsa një tjetër person që dyshohet se ndihmoi të largohej është shpallur në kërkim. Sipas hetimeve paraprake, konflikti lidhet me një plagosje të ndodhur vitin e kaluar. Të shtëna me armë zjarri kanë tronditur mesditën e kësaj të hënë në qytetin e Pogradecit. Ngjarja ndodhi rreth orës 13:15 në lagjen numër 3, ku pas një konflikti mbeti i plagosur në këmbë. Brian Zyso, rreth 35 vjeç, i plagosur u transportua menjëherë në spital, ku sipas mjekëve ndodhet jashtë rrezikut për jetën. Si autori dyshuar i plagosjes identifikohet 24 vjeçari Nikola Agolli, banues në Buçimas. Pas ngjarjes ai u largua me një automjet së bashku me një tjetër person në drejtim të Qafthanës, ku braktisi mjete në përpjekje për të shpërtuar në ndjekje së policisë. Fal koordinimit mes strukturave të policisë së Pogradecit dhe drejtorisë vendore të policisë Elbasan, Agolli u lokalizua dhe u arrestua në Prenjas rreth 1 orë pas ngjarjes, ndërkohë personi që dyshohet se e ndihmoi të largohej është padhur në kërkim. Sipas hetimeve paraprake, plagosja dyshohet të jetë vazhdimi i një konflikti të mëhershëm. Policia po heton pistën e hakmarrjes, pasi në janar të vitit të kaluar Nikola Agolli mbeti plagosur me armë zjarri brenda një berberhaneje në Pogradec. Për atë ngjarje u akuzua Sindi Syzo, vllai 35 vjeçarit të plagosur këtë të hënë. Hetimet vijojnë për të zbardhur plotësisht rrethanat dhe për të dokumentuar dinamikën e ngjarjes. Gjykata e Durrësit ka vendosur masën e sigurisë arrest me burg për 76 vjeçarin Muhamet Reshka, i dyshuar për vrasjen e vëllait të tij Eqerem Reshka. Gjatë seancës gjyqësore, i moshuari shprehu pendes për ngjarjen, duke deklaruar se nuk i kishte mbetur më asgjë. Gjykata e Durrësit ka lënë në burg 76 vjeçarin Muhamet Reshka, i akuzuar për vrasjen e vëllait të tij 74 vjeçar Eqerem Reshka, një ngjarje e rëndë që tronditi javën e kaluar fshatin Agonas të Kavajës. Sipas hetimeve paraprake, krimi ndodhi pas një konflikti mes dy vëllezërve për një rrugë që kalonte mes tokave bujqësore. Viktima po lëvizte me zetor në rrugë që sipas autorit përdorej prej tij, shkasolli për shkallëzimin e debatit. Në sallën e gjyqit, 76 vjeçari u paraqit pa praninë e familjarëve, të cilët nuk morën pjesë në seancë. Gjatë shqyrtimit të masës së sigurisë, ai u shfaq rënduar emocionalisht dhe shprehu pendes për atë që kishte ndodhur. Kur u pyet nga gjykata nëse kishte ndonjë kërkesë, i moshuari u përgjigj: "Tani s'më ka ngelur asgjë, vetëm më pushkatoni." Sipas avokates mbrojtëse, ai ka deklaruar se nëse do të kishte mundësi ta kthente kohën pas, do t'ia linte të vëllait gjithçka, tokën dhe shtëpinë, pasi nuk ishte dashur që konflikti mes tyre të përfundonte në një tragjedi. Gjatë dëshmisë së tij, 76 vjeçari ka pranuar se prej vitesh nuk kishte komunikim me vëllain. Ai ka rrëfyer se natën e ngjarjes e kishte pyetur viktimën përse po kalonte me zetor në rrugën që e konsideronte të tijën. Sipas tij, pas një përplasjeje fizike, gjatë së cilës pretendon se i vëllai tentoi ta shtynte, ai e goditi me thik duke i shkaktuar plagë fatale. Në përfundim të seancës, gjykata vendosi masën e sigurisë arrest me burg, ndërsa ndaj
Muhamet Reshkës rëndojnë akuzat për vrasje për shkak të marrëdhënieve familjare dhe prodhim ose shitje pa leje të armëve të ftohta, ndërkohë prokuroria vijon hetimet për të zbardhur plotësisht rrethanat e ngjarjes dhe dinamikën e konfliktit që çoi në vrasjen e 74 vjeçarit. Hetimet për vrasjen e 32 vjeçarit Florim Haxhidema në Ferizaj kanë zbuluar detaje të reja, ndërsa prokuroria ka identifikuar si të dyshuar kryesore një 24 vjeçare. Në kuadër të çështjes është ndaluar për 48 orë edhe babai i saj, ndërsa hetimet vijojnë për zbardhjen e plotë të ngjarjes. Dyshohet se viktima është qelluar me armë zjarri brenda një banese në një pallat të qytetit. Detajet e reja janë bërë publike lidhur me vrasjen e 32 vjeçarit Florian Haxhidema, i cili u gjeti pa jetë mbrëmjen e së dielës në një banesë në Ferizaj. Sipas prokurorisë, si e dyshuar kryesore për veprën penale vrasja është 24 vjeçaria Arieta Roshaj, ndërkohë në kuadër të hetimeve është ndaluar për 48 orë edhe babai i saj Muhamet Begisholli deri në sqarim të plotë të rrethanave dhe rolit të tij të mundshëm në këtë ngjarje. Ngjarja është regjistruar rreth orës 22:50 ku 32 vjeçari u gjet pa shenja në banesën e një 48 vjeçari në katin e 9 të një pallati në Ferizaj. Sipas burimeve hetimore, viktima kishte një plagë në kokë, e cila dyshohet të jetë shkaktuar nga arma e zjarrit. Pranë trupit të pajetës është gjetur dhe një pistolet, e cila së bashku me një gëzhoj është sekuestruar për ekzaminim. Në momentin e ngjarjes në banesë ndodhej edhe bashkëshortja e 48 vjeçarit, e cila është marrë në pyetje në cilësinë e dëshmitares. Trupi i 32 vjeçarit është dërguar në Institutin e Mjekësisë Ligjore për autopsi, ndërsa autoritetet po vijojnë hetimet për të zbardhur plotësisht motivin dhe dinamikën e ngjarjes së rëndë. Të nderuar teleshikues, në vijim juftoj që të ndiqni parashikimin e motit për ditën e nesërme. Territori shqiptar për datën 30 qershor 2026 do të karakterizohet nga një mot kryesisht i qëndrueshëm, gjatë pjesës së parë të ditës, me kthjellime dhe intervale të gjata me diell në pjesën më të madhe të vendit. Gjatë orëve të pasdites dhe mbrëmjes, pritet shtimi i vranësirave, kryesisht në zonat malore dhe lindore, ku lokalisht mund të ketë rrjeshe të dobta e afatshkurtra të shiut. Në pjesën tjetër të territorit, moti do të mbetet kryesisht i kthjellët. Temperaturat do të pësojnë një ulje të lehtë krahasuar me ditët e mëparshme. Paraditja do të jetë kryesisht me diell në të gjithë territorin, ndërsa pasditja do të sjellë vranësira kalimtare më të theksuara në zonat malore. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në 16 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale do të arrijë deri në 38 gradë Celsius. Gjatë ditës priten rreth 9 deri 11 orë me diell. Era do të fryjë e lehtë deri mesatare nga drejtimi veriperëndimor me shpejtësi 2 deri në 6 metra për sekond. Deti do të ketë dallgëzim të ulët rreth 1 deri në 2 ball. Indeksi ultraviolet për Tiranën pritet të jetë i lartë rreth 8. Sipas të dhënave astronomike, lindja e diellit të Tiranë do të jetë rreth orës 5:04 minuta, ndërsa perëndimi rreth orës 20:25 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Shqipërisë do të jenë si më poshtë. Shkodër 20 deri në 38 gradë Celsius. Kukës 18 deri në 32 gradë Celsius. Peshkopi 17 deri në 31 gradë. Tiranë 20 deri në 35 gradë. Durrës 23 deri në 33 gradë. Kavaj 22 deri në 33 gradë. Elbasan 21 deri në 35 gradë. Berat 21 deri në 35 gradë. Korç 16 deri në 29 gradë. Vlorë 23 deri në 32 gradë. Gjirokastër 17 deri në 30 gradë. Sarand 23 deri në 32 gradë Celsius. Territori i Kosovës për datën 30 qershor 2026 do të karakterizohet nga një mot i nxehtë gjatë paradites me kthjellime dhe intervale me diell. Gjatë pasdites,
pritet fillimi i vranësirave, të cilat në disa zona mund të shoqërohen me rreshje lokale shiu dhe ndonjë shkarkesë elektrike. Temperaturat mbeten të larta, por në mbrëmje pritet një freskim i lehtë. Paraditja do të ketë një mod kryesisht të kthjellët, ndërsa pasditja do të sjellë vranësira kalimtare me mundësi për rreshje të izoluara. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në 15 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale do të arrijë deri në 35 gradë. Era do të fry e lehtë nga drejtimi veri perëndimor me shpejtësi 2 deri në 6 metra për sekond. Indeksi ultraviolet për Prishtinën pritet të jetë i lartë rreth 8. Sipas të dhënave astronomike, lindja e diellit në Prishtinë do të jetë rreth orës 4:54 minuta, ndërsa perëndimi rreth orës 20:24 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Kosovës do të jenë si më poshtë. Mitrovic 16 deri në 34 gradë Celsius. Podujev 15 deri në 33 gradë Celsius. Skënderaj 16 deri në 34 gradë. Pej 16 deri në 34 gradë. Prishtinë 16 deri në 35 gradë Celsius. Gjakov 17 deri në 35 gradë Celsius. Malishev 17 deri në 35 gradë Celsius. Gjilan 16 deri në 34 gradë Celsius. Ferizaj 16 deri në 34 gradë Celsius. Kaçanik 15 deri në 33 gradë. Suharek 17 deri në 35 gradë. Prizren 17 deri në 35 gradë Celsius. Të nderuar teleshikues, kjo ishte gjithçka që kishim përgatitur në këtë edicion informativ. Së bashku do të rishihemi në edicionet e ardhshme. Deri atëherë, miru takofshim.